babi im është... E thisë gënjeshtrën me hund, prandaj quajnë super nuhatësi. E thith, babi, e thith. Sa turp më vjen, nuk u kemi ngjarë fare prindorve. Ata gënjen gjithë të popull, ne s'gënjem do dy veta. Po që të gënjej mirë, Mojela, duhet mendojmë si prindrit tanë. Po kur ka të ndërmon të gënjej, e di qa bën babim? Qa bën? E di qa bën babim? Qërë bën? Vë gjithmonë në plan të parë sporti. Edhe babi im thot, gënjeshtra është një sport aq i vështirë që çdo politikan duhet të di shumë mirë ta luaj. Po që për atë punë, babi im është Cristiano Ronaldo. Edhe babi im është Messi, kenat, Po jo, po e them që vë në plan të parë sportin tek premtimet elektorale. E qa u premton, do sjellni Shakira në Shqipëri? Po jo, u premton çunave të lagjes që do lodhi kalceto. Edhe thonë pastaj që politikanët shqiptar nuk kujdesen për popullin. Ima të premtin ka jetu 8 vjet, i qanallin ti babi tim. Po, ta si qa do thosa unë, a i tani ka filluar të lozi 2 herë në javë kalceto, se i ka thënë sekretarja të mbaj dietë, se është trasur shumë. E di qa bën babi ime? Sa fillon fushata thot, do t'ju japim 24 orë ujë, 24 orë drita. Shindi, ka drita ndi nga lagja juaj dhe ujë? Të shtëpia ime, plot. Po ndi nga lagja juaj, kanë ardhur dritat apo ju shkëlqejnë xixollonjat akoma? Jo, te lagja jo nuk ka, po babi ju ka dhënë banorëve të lagjës generator. Sa mirë. Edhe di qa ka për pastaj? Bëri një pikë karburanti të madh që të gjithë e blejnë naftën tek neve. Sa mirë. Shindi, ta si do më thuash mua të qeshim pak në një gënjeshtër të bukur të babit. Babi mu thot gjithë, do t'ju gjej pun. Edhe ja gjem vërtet? Po mi, e di si u thot, puna juaj është të shkoni në zyrat e punës të kërkoni pun. Shef. Shindi, po roga ju jep euro? Pa ka zyra pune që funksionojnë pa roga mi. Po ata të skritët që kanë shpirt, si ja bëjnë? Që kërkojnë pun mi? Ata mirë që bredhin gjithë ditën duke kërkuar pun, po dashkan dhe roga ata.